Pas përshkallëzimit të luftës në lindjen e mesme ndërmjet Shëbas, Izraelit me Iranin, gjendja e sigurisë në maqeninë e Veriut është stabile, kështu njoftoi kryeministri Christian Miskovski. Megjithatë, ai thotë se si pasojë e luftës mund të pësojë ekonomia, duke përfshirë ngritjen e çmimeve të naftës. E nëse rritet nafta, të njëjtin ritëm e ndjekin të gjitha çmimet e tjera, por për të parandaluar këtë, Miskovski theksoi se po shqyrtojnë opsione për ulje të aksizës dhe taksave për naftën në mënyrë që të mos goditen qytetarët. Mund të kemi sfida ekonomike, kryesisht lidhur me çmimet e emergjencave të naftës dhe gazit, më shumë të naftës, pasi nuk kemi një varësi të madhe nga gazi. Sezona e ngrohjes po përfundon dhe industria e Maqedonisë nuk ka zhvilluar një rrjet të madh të gasifikimit, por nga industria e naftës mund të kemi presion mbi çmimet. Do të duhet të ketë rritje çmimesh, por bashkë me Ministrinë e Financave po shqyrtohen mundësitë për të ulur akcizat dhe tatimet për të lehtësuar ndikimin mbi standardin e qytetarëve. Ndërkaq, sa i përket të qytetarëve të cilët ndodhen në vendet ku po zhvillohet lufta, Miskovski tha se Ministria e Punëve të Jashtme ka organizuar transfer për qytetarët e maqenisë së Veriut që dëshirojnë të kthehen nga vendet e prekura nga konfliktet ushtarake. Jemi tashmë në fazën përfundimtare. Mendoj se nga sot do të fillojë evakuimi dhe nga sot jemi plotësisht të angazhuar për të siguruar gjithçka të nevojshme për funksionim normal të institucioneve dhe kthim të sigurt të qytetarëve tanë që duan të kthehen në vend. Ai theksoi se nga Bahreini, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe është siguruar transport dhe shpenzimet do të mbulohen nga shteti. I pari i qeverisë u bëri thirrje që edhe atyre që ndodhen në Izrael dhe vendet përreth, që siç tha, çdo person që është në rajon ku ka veprime ushtarake duhet të ndjek njoftimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.